edhe të kuptuarit drejt e rolit prindërve në Kosovë. Te pjesa e sportit, shumica prindërve të cilët e shohim domethënë baza ditore që i detyrojnë edhe në aspektin psikologjik fëmijët e tyre që të bëhen futbollist, mas pari kjo punë domethënë duhet me u definu. Te pjesa tjetër ku prindi futet në fushë këto, unë mendoj se dënimi duhet me qenë aq i ashpër saqë kjo ngjarje e shëmtuar, e cila na përfaqëson gjithë neve, duhet që njëherë përgjithmonë të shkullën rrojt. Unë mendoj se këto veç burgi kryen punë. Domethënë në rastin çdo prind i cili në gjenerata të reja merr guximin edhe e shkel vijën e bardhë, siçka po futesh ti në fushë. Siçka, cili është roli yt? Kush je ti që ti e merr guximin me tesha civil edhe hyn mrena vijave të bardha. Në momentin që ti hyn mrena vijave të bardha, ti e ke qel derën e qelis. Ti do të shtin burg. Tjetër zgjidhje kjo punë s'ka. Racizmi në Kosovë manifestohet në baza të vogla, po duhet me u zhdu krejt, sepse ka lojtarë me ngjyrë që vijnë nga jashtë edhe trajtohen mirë. Trajtimi normalisht që gjithmonë si në Kosovë, si në vende tjera ndodh, domethënë varësisht se çfarë performancë ki. Grupi si më thonë, e afron një futbollist, i cili qoftë me ngjyrë apo një shteti tjetër, në qoftë se grupi e ndjen domethënë rolin e tij në ekip. Nëse ai është futbollist i mirë, nëse bën gola, nëse asiston, atëherë edhe grupi e pranon. Te rasti i këtij djalit, unë mendoj që normalisht duhet që përkatësia etnike asnjëherë mos përfshihet, sporti nuk njeh përkatësi etnike, nuk njeh ngjyrë, nuk njeh racë, nuk njeh edhe gjini, sepse kemi edhe femra tash që domethënë po tregojnë suksese. Mirë po, mekanizma të cilat zgjidhen brenda fushës, sepse unë e pash edhe rrëfimin e tij që tregon se fyet nga futbollistët me tendencë që të izbehet performanca, ato janë gjëra të cilat ndodhin. Ato pas mendoj që janë trajtime dytësore, që nuk mendoj që ka ligj që mundet mi zgjedh, për shkak se futbollistët provokojnë. Kjo ka raste, raste i ka ndodhur Zidanit në kampionat botës që është provokuar dhe ka